إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالندرojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai Jalla Jalaluhu. Selamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtar, prej mirësive më të mëdha që Allahu Jalla Jalaluhu ja ka dhënë njerëzimit, padyshim që janë pyjet, janë malet, janë bimet dhe pemët dhe kulturat bujqësore dhe gjelbrimi, prej të cilave buron jeta, ajri, furnizimi dhe ushqimi njeriut dhe i të gjitha gjallësave që Zoti Xhallahu Ala i ka falë në tokë. Me qenë se jemi në stinën e verës, du të kemi kujdes që t'i ruajmë këto që Zoti Xhallahu Ala i ka falë, sepse një shkëndije zjarrit nga dora njeriut bën që të shkatërrohen me mira pyje, me male dhe kultura, njëkohësisht privohen nga jeta shumë prej gjallësave, e që kjo në Islam është ndaluar rreptësisht. Allahu Xhallahu Ala thot: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos bëni shkatrime në tokë pasi që ajo ishte e rregulluar. Pra njeriu me dorën e vet mund me bëj shkatrime në tokë, duke ndezë zjarre të panevojshme, duke mos pasur kujdes nga ndezja e zjarreve në kohë të verës, dhe të bën që të bëj shkatrime në tokë. Allahu Xhallahu Ala thot: "Wallahu la yuhibbul fasad." Allahu nuk e don shkatrimin dhe çrregullimin. Andaj dashur vëllezër, Islami, përpos që e ruan individin, njeriun si njeri, kujdeset edhe për bimën, kujdeset edhe për kafshën, edhe për insektin, në mënyrë që muslimani mos t'ju bëj dëm atyre. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadith që është rregull bazë e shariatit: la darar wala dirar, nuk lejohet të shkaktosh dëm dhe as t'ia kthesh dëmin dikujt me dëm. Nuk lejohet me shkaktu dëm, po as me ia kthy dëmin me dëm. Kjo është rregull esencial në shariatin e Zotit, që muslimani e bën që të jetë i matën në veprimet e tij, se çdo veprim që dëmton mjedisin është i ndaluar dhe është haram dhe ka përgjegjësi para Zotit Xhallahu Ala në ditën e gjykimit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslimani vërtet hakikat është ai i cili prej dorës dhe gjuhës së tij janë rahat njerëzit muslimanët. Kur muslimanët i ndalohet që edhe me gjuhë me dëmtu njeriun, e lera më me dorë, gjithashtu i ndalohet që mos ta dëmtoj as pyjet, as malet, as kulturat, pas korjes së tyre, e lera më ta dëmtoj jetën e egër në pyll për shkak të mosveprimeve ose veprimeve të pakujdesshme të njeriut. Pra muslimani nuk guxon as me gjuhën e tij ti dëmtoj të tjerat. Lera më me dorën e tij të dëmtoj njeriun, ti dëmtoj pyjet dhe malet që i ka falë Zoti Xhallahu Ala për neve. Të dashur vëllezër besimtar, rujtja e jetës, e pasurisë dhe mjedisit hyn në objektivat madhore të shariatit Zotit. Është objektiv, është shtyllë me të cilat Islami i ka përmbledh rujtjen e jetës, rujtjen e fesë, rujtjen e nderit, rujtjen e pasurisë, po hyn edhe mjedisi. Hyn edhe pyjet, edhe malet, edhe kullotat, që ne nuk guxojmë i dëmtu si njerëz si besimtar, e që fatkeqësisht jemi shumë të pakujdesshëm. Shumë pak kem kujdes ndaj këtyre veprimeve. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith: "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yaz'u zar'an
فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. Të çdo musliman thot që e mbjell një pemë, ose e mbjell një kulturë bujqësore, edhe hanë prej saj shpendet, hanë prej saj kafshet, hanë prej saj edhe njerëzit, vetë se ka për t'ja shkru Zoti xhallahu ala sadaka. Pra në qoftë se është sadaka me mjell një pemë dhe hanë një zog dhe shkruhet sevap, një kokër grunit që hanë shkruhet sevap, dëmtimi i saj shkruhet gjuna. Dëmtimi i saj shkruhet gjuna, se kundër të hadithit e tregon. Me prej një pemë është ndaluar pa nevojë. Me mbyt një kash pa nevojë është ndaluar. Me privu dikën nga jeta është ndaluar. Një grua ka hyrë në xhehenem për shkak të një mace. Për një macë ka hyrë në xhehenem. Pse? Nuk e ka ushqy, e ka lidh derisa ka ngordh nga uria. E si po jetë puna kur dikush është i pakujdesshëm kur del në piknik edhe e lën des zjarrin dhe kallën pyet, e privon nga jeta shumë e macën e shumë e kafshën e egër. A ki kujdes? A din që të shkruhet gjuna dhe ki me dalë para Zotit me marrë përgjegjësi për këtë çështje? Andaj muslimani duhet me pas kujdes, sepse për një macë mundet më fut në xhehenem, edhe për një qen më me hy në xhenet, sikurse që ka hy. Ajo grua e cila e ka pa qenin duke ngordh nga etja, ka hy në bunar, e ka marrë ujin dhe ja ka dhënë, e Zoti xhallahu ala ja ka falë të gjitha gjunat. Andaj dashur vëllezër, ti ruajmë këto që ne i ka falë Zoti si sytë e ballit, sepse kemë u marrë në përgjegjësi për to. Kemë u marrë në përgjegjësi për to. Dashur vëllezër, dikush mund më thonë po mirëve, unë kulturat i marrë dhe e djeg, edhe pastaj i kom dobi, sepse i largoj të këqijat, të therat, e barishtet, e panevojshme. Është një rregull në Islam të dashur vëllezër, që është rregull bazik i fikut. Thot parandalimi i dëmit ka përparësi ndaj përfitimit. Parandalimi i dëmit ka përparësi ndaj përfitimit të individit. Ti ndoshta ke një përfitim të vogël, ama dëmi që mundesh me shkaktu është më i madh se sa dobia. Islami ta ndalon këtë çështje. Dhe mundesh më u bë prej shpërdoruesve, prej keqbërësve, prej shkatruesve, e Allahu xhallahu ala pastaj na tregon që ai që është shpërdorues, ai që është shkatrues në tokë, ai që bën shpërdorime i ngjason shejtanit. Allahu xhallahu ala thot innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Shpërdoruesit janë vëllezër të shejtanëve, thot Zoti xhallahu ala. Ata që bën shërbullime janë vëllezër të shejtanëve, edhe pse janë insan njeri. Andaj ne kemi për obligim të dashur vëllezër që ta ruajmë ambientin që na rrethon dhe ta mirëmbajmë atë, sepse për imanit është me largue një pengesë nga rruga, për imanit është me largu një therr nga rruga, për imanit është me mbjell një pemë, për imanit është me mirëmbajt natyrën, jo me ndez dhe me shkatru natyrën që ne ka folë Zoti xhalla xhalaluhu wa taqaddasat asma'u. Përndryshe kemi përgjegjësi nesër para Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse muslimani është i kujdesshëm në veprimet e tij, qoftë ato të brendshme, qoftë ato të jashtme, e ai që e mbron pronën publike më mirë se pronën private, ai e don veten e tij, e don ato që Zoti ja ka falë, e don shoqërinë në të cilën jeton dhe e don shtetin në të cilën Zoti xhallahu ala ja ka mundsuar me jetu dhe me qenë i tij. Andaj nëse ne dëshirojmë me rujt ato që na i ka dhënë Zoti, ta ruajmë me bindje ndaj Zotit së pari dhe pastaj me obligime që i kemi ndaj njëri tjetrit, duke lutur Allahun xhallahu ala që të na ruajë neve nga pakujdesia jon që mundemi me shkatruar ndonjë vend, mundemi me shkatruar ndonjë kullot, mundemi me shkatruar jetë të kafshëve dhe të bimëve dhe të insekteve, sepse pastaj përgjegjësia para Zotit është e madhe. Qul qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.